Qëto orar janë zalët, e shaqysh kalon koha, inshallah na kalon ma shpejt, që të mërin që aty ku duhet me mërit na bashkë. Faleminderit shumë. Faleminderit të cilësit kërmarë. Prejo të ma prejo shumë kesh. Shumë kesh ma prejo, me këtor herë me të folë. E tu mirë me në qesë që s'pisë. Ke nevoja me thonë ato bashkë. Ka vështëria. Edhe aty e ki ka qeni ku në vështëri. Hajde në lo ma e orë në rajtë të ka Prende una fall pusta, si è il sciugo. Jag kan bara stänga på när var bra, men får trycka på ju sa që të nesë dhe kur kem në riziku ka den. Shkretë gjuna me landa. Sa e mbanor këtu? Po s'kemna dhe tri shpijena. Unë jam qytet që më dorë dhejre qëtu. Me ne. Ku jemë në shtinë? Po në hospitali. Për dhejre zdatë qëtu janë i gjonë, janë i dishka me përnu. E me longë këtu gjënajmë. Po mani një lopa. Zotri vetar, prej si ekziston, është fshat i vogël, po me emën ata që ka ku ka vizë. As njëherë, kur, as para luft, as mas luft, as rrune sërbis. Keno jam është për i buës nësi artë këtu. Po, që 40 A je Shajlio? Shajlio, ja je mirë. Shajliqa? Shajlio, ja je mirë. E kujna Shajliqa? Ti e në kam falë veç pak. Hajde. Zotri veton. Veton që punon shëndeti. Pa vlerë nuk shës. Po e të regoj që ako vlerë, se po ja u shës, e pasën e këshyrën që ka vlerë. Pak parë të isha me shumë të një drejtë, na pritën. I dreskull. Edhe gjakat. Unë e di qka po du me ndodhë. Muj me thonë qka po du me ndodhë. Po du që mas 120 ditë që Kosova ta përmbush obligimin që ka, institucionet e Kosovës ta përmbushin obligimin që ka ndaj qytetarët e vetës. Ne kemi obligim ndaj vetë vetës.
jem partner, kur je ortak me dikën, keni respekt e keni obligim bukur të madh ndaj bashkisë ndërkombëtare, por kemi obligim parësor ndaj vetvetes, ndaj qytetarëve këtu. Dhe kjo është një ecje e përbashkët. Në këtë ecje të përbashkët, çdo njeri, ashtu siç ju kam dakordohen, se ecin ndryshe, ecin me një hap e me një ritëm. Na përdojmë me theksu se hapi jonë është fundi këtij viti. Kjo është me rëndësi. Që me bo një pyetje jam për këto, s'pore e falenderoj se Musafir na ka gëzu gjithë si lartë, s'ka ndohë që djemë në këtë vendin këtë të na vizitoj. Tek unë nuk është interesant a është 120 ditë, a është 300 ditë, a është një vjetë, po a do tjetë sapi kryesor pavarësia, dhe shka mendojnë të jashtmet edhe a keni atë kënguni që nuk do të shohet pen qashën e pavarësisë, edhe nëse do të ndodhe shka do që të ndodhe, mos me shu pen qashën e pavarësisë. Që për çka jemi të marrë në vesh mos me shu, edhe jemi të marrë në vesh me bashkësinë ndërkombëtare. Jemi të marrë në vesh që me qenë pavarësi e plotë, dhe me thonë pavarësi e një Kosovë që është shtet i njoftun për shteteve tjera, shtetësora. Jemi të marrë në vesh që tjetë tërsi toksore, që pavarësia tjetë për krejt Kosovë, e jo një pjesë e ndamë. Edhe jemi marrë vesh që kjo pavarësi shoqënohet me praninë ndërkombëtare në Kosovë. Jemi të marrë vesh për këto 3 çështje bashkarisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian. Megjithatë me përcu pak, është dashur pak me Nuk është punë ngare, nuk është punë që dikush angazhohet për një punë, dikush për tjetrën. Qëllimi është që gjithë ne të mendojmë bashkarisht se fundit në grup të unitetit nuk kemi ndasi, nuk jemi përcaktuar për një drejtim, për një punë të përbashkët. Çështja është vetëm se tash duhet në këtë bashkëbisedim njeriu ka mendime të ndryshme, qysh me i afru ato mendime. Unë po mendoj që duhet me shku deri në fund vitit, me u përgatit për në fund vitit. E tash nuk që se ka arsye më të mira për me ato njëbre, shtyje edhe pak ose mos u ngut ose dhe të na i thonë ato arsye, po unë nuk po ndi arsye më të mira pse duhet më shtyj për te këtij viti. Kemi me marrë pjesë në negociata 120 ditë, do të përgatitemi për atë punë, edhe për ato negociata, por njëkohësisht duhet përgatitet ky vend, institucionet e këtij vendi, popullin përgjithësi, që me fillu me funksionu me shtetin e pavarur në fund këtij viti.